Mirëmëngjes, Sezi. Si u zgjove sot? Mirëmëngjes. U zgjova herët dhe jam plot energji, sepse mbrëmra është të flej herët. Të flesh herët është shumë e rëndësishme për të pasur energji gjatë ditës. Shumë mirë. A je gati për të mësuar shkronjat sot? Sigurisht që po. Jam shumë i emocionuar. Cilën shkronjë do mësojmë sot? Atëherë, hajde le të shkojmë drejt kopshtit magjik dhe do ta zbulojmë së bashku. Në kopshtin tonë në ngjyra dhe të luajnë me shifra. Lule e gjelbër sa do të mësojnë, shkronjat të gjitha le ti numërojnë. Nga Atex bletët fluturojnë, fëmijët me kujdes i mësojnë. Numra në qell shkruan me mjalt, letrat dhe shifrat bëhen një vals. Le të qajnë qdo lule, fëmijët që shinë si zogi pyllit. Në çdo lojë një këngëre, shkronjat dhe shifrat dhe do t'i mësojnë. Ja ku arritëm në kopsht. A vure re diçka interesante sot? Po, ndërsa fluturoja, pash disa breshka që po laheshin në lumë. A dje që breshkat lumore mund të jetojnë 30 deri në 50 vjet. Ka disa edhe më gjatë. Jo, nuk e dija. Na tregove një informacion shumë interesant për breshkat. O, Zezi, më duket se Lulja është gati të na tregoj shkronjën e rradhës. Hajde ta shikojmë nga afër. O, shkronja tjetër po vjen. Sa emocionuese. Ja ku është shkronja jone 4, shkronja Q. Që? Çfarë mund të jetë kjo shkronja? Së pari të therasim librin e diturisë. Libri i diturisë, kemi nevojë për ty. Tani, më tregoni ju fëmijë dhe ti Zezi se çfarë duhet të shkruaj duke marrë parasysh veprimet që bëm në episodet e tjera. Shumë e saktë, fëmi. Së pari shkruajmë shkronjën Q të madhe të shtypit dhe pastaj shkronjën Q të vogël të shtypit. Shkronja të shtypit i përfunduam. Cikla shkronja duhet i shkruaj tani? Shumë e saktë, fëmi. Shkronjat e dorës. Duket se keni mësuar rrjedhjen e programit ton, fëmi. Jeni shumë të zgjuar. Pra, kjo është shkronja Q e madhe e dorës dhe kjo është shkronja Q e vogël e dorës. Po mësoni shkronjën time të preferuar pa pranin time? Qimi, më në fund të arrite. Ishim duke të kërkuar, po nuk të gjetëm dot. Isha duke kërkuar disa gjëra për pronarin tim në kopsht. Çfarë keni mësuar për shkronjën Q? Sa po i shkruajtëm shkronjat në librin e diturisë, dhe tani mund të themi se edhe emri yt Qimi fillon me të njëjtën shkronjë. Pikërisht, dhe jo vetëm kaq, a dini se ka një ushqim shumë të shijshëm që fillon me shkronjën Q, quhet çamçakës. Çamçakës? Nuk e kam provuar kur. Si është ai? Çamçakëzi është një ëmbëlsirë e shijshme, e butë dhe plot shije të mirë. I pëlqen shumë qenusheve si unë. Wow, tingëllon kaq e shijshme. Më pëlqen shkronja Q. E çfarë tjetër fillon me Q? Me Q fillon edhe fjala çizme. Çizmet janë bathjet që përdoren zakonisht në vende ku ka lagështi të mëdha, sepse çizmet janë rezistuese ndaj ujtit. Po ashtu, mund t'i veshim ata edhe gjatë kohës me shi, për të shmangur lagështinë në këmbëve. Interesante shkronja Q. Mësuam disa fjalë të reja. Po tani ku duhet i shënojmë këto informacione? Tek libri i diturisë. Shumë e saktë. Le ta therasim së bashku librin ton të çmuar. Libri i diturisë, kemi nevojë për ty. Atëherë le të shënojmë një herë emrin Qimi. Q, I, M, I. Pastaj edhe fjalën çamçakës. Q, A, M, Q, A, K, E, Z.
libër në krijon një foto nga Çamçakëzi që ta kemi si referencë. Ky është Çamçakëzi. Tani fjala tjetër është fjala çizme. Q-I-Z-M-E. Mendoj se i shkruajtëm të gjitha informacionet. Tani mund ta mbyllim librin dhe kushto që dëshiron të mësoj shkronjën Q, mund të thërras librin e diturisë. Qimi, faleminderit që na ndihmove sot për të mësuar shkronjën Q. S'ka përse, Zezi. Unë ndjej shumë kënaqësi të ndaj diturin time me të tjerët dhe jam shumë i gëzuar kur mund t'ju ndihmoj të tjerëve. Mua tani të më falni, por unë duhet të kthehem në kosht, sepse sot do shkojmë në shëtitje me prindërit dhe në vletët e tjera. Është shumë e rëndësishme të kalojmë kohën me familjarët tanë. Shumë e drejtë Zezi, familja është gjë e çmuar dhe duhet të kalojmë sa më shumë kohë me të. Mirupafshim. Mirupafshim. Në kopshtin magjik, jam mëngjes me diell. Qimi po kërcen, dërsa Zezi fluturon në qiell. Qimi me Çamçakës në goj, balona po fryn dhe bleta thërret. Le të mësojmë tani. Në shkronjë për çdo balon që ngrihet lart, aja e para dhe zeja e fundi. Qimi ngjek me veshët që tund, ndërsa Zezi me gëzim në ajër po fluturon pa fund. Qenushi qimi dhe bleta Zezi në kopshtin magjik me këngë dhe kërcime. Shkronjat e numrat bashkë po i gjejnë, me balona e loja ditën plot gëzim e kalojnë. Numrat tani, Zezi thërret në ajër. 1, 2, 3, po i kapim të gjitha në çdo skaj. Qimi shlesh, balona la po qon në kopshtin magjik, të gjithë po mësojnë. Qenushi qimi dhe bleta Zezi në kopshtin magjik me këngë dhe kërcime. Shkronjat e numrat bashkë po i gjejnë, me balona e loja ditën plot gëzim e kalojnë. Qimi dhe Zezi çdo ditë mësojnë, me buzë qeshe të ndritshme, shkronjat nuk i harojnë.